Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë më shishmit, më shqiplotët. Vëllezër të shtrenjtë, Islami me gjithë atë është ndjenjë. Nuk do të thotë se ti jesh musliman, do të bësh gjëra të cilat janë të lejuara, të ndalohesh nga ajo që janë ndaluar dhe këtë formë të autoritetit të ndërtosh jetën tënde për besimtari. Në rregull, duhet të jemi të atill, urdhrat i plotësojmë, të ndalohemi nga ndalesat, por kësaj gjë duhet t'ia shtojmë edhe një vlerë. Ajo është ndjenja. Islami është një ndjenjë. Mirë po, a ka mundësi neve që për një moment nga dashuria që kemi për krijesat të drejtohemi drejt dashurisë së krijuesit? A të ka folur ndonjëherë shpirti për këtë dashuri? A i ke përshpëritur ndonjëherë zemrës tënde për këtë dashuri? Tregohet një rast ku Allahu Xhalla fi'ula i ka thënë Ibrahimit a.s. O Ibrahim, të kam zënë mik dhe mos lejo që në zemrën tënde ti bësh vend një dashurie tjetër përpos dashurisë sime. Sepse thot, unë nuk i bëj vend një zemre asaj dashurie, thot, të cilën e ka përzier me dashuriat ndaj krijesave. Në qoftë se ne nuk mund të bëhemi si Ibrahim el Khalili, sepse ai ka qenë pejgamberi Allahu Xhalla fi'ula, mirë po, me atë sa kemi mundësi, t'ja falim tërë dashurinë krijuesit, edhe në qoftë se na mbetet ndonjë dashuri, atë t'ua falim të tjerëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.